Ami, përshëndetje. Përshëndetje, ministër. Këtu në segment të rëndësishëm fakt që lidhet me korridorin 8. Është pjesa e Elbasan-Papër, dhe është faza parë e këtij segmenti, i cili pastaj do vazhdojë dhe me pjesën e Papër-Ura-Grykshyt. Kjo duket që është një kontratë e cila ka ecur me ritme të mira. Po, ministër, kjo në segmenti Elbasan Ura e Grykshyt është i përbërë nga 6 kontrata, pra kemi 2 lote nga 3 faza. Këtu jemi në fazën e parë. Kjo është kontratë që ka pasur ecuri mjaft pozitive. Jemi në realizimin fizik punimeve rreth 87%. Në këtë kontratë është përfshirë ndërtimi i një ure, të cilin ne do shikojmë gjatë këtij inspektimi. Ndërkohë, ministër, këtu janë parashikuara 6 nënkalime për nevoja bujqësore të zonës, si edhe 6 tombina për disiplinimin e urave sipërfaqësore. Ka nisur puna për shtresat rrugore dhe më pas në muajt në vijim do të vijohet edhe me shtresat asfaltike. Shumë mirë. Në fakt, ky, siç e thash, është një segment i rëndësishëm pasi lidhet me korridorin 8. Korridori 8 është konceptuar i ndarë në 3 faza, ku faza e parë është Elbasan-Qaftan, i cili tashmë është i kontraktuar dhe përveç disa rrëshqitjeve që ne kemi patur edhe mundësinë që t'i shikojmë bashkë, ka ecur me ritme të këndshme, besoj, vazhdon puna. Vazhdon puna ministër. Po, dhe ndërkohë, pikërisht diku këtu ku jemi, korridori 8 lidhet me një segment tjetër po ashtu mjaft të rëndësishëm, që është bypassi i Elbasanit, i cili është i buxhetuar nga RSH-ja për vitin 2026 dhe duhet të fillojë procedura prokurimi shumë shpejt. Dhe pastaj lidhet me pjesën e segmentit që sapo jemi duke parë, që është Elbasan-Papër, Ura-Grykshyt. Çfarë kategorie do jetë korridori 8 tani? Ministër, kjo do jetë i gjithë aksi do jetë i kategorisë A, pra që nuk kupton shpejtësi lëvizje 130 km/h. Janë 2 korsi nga 3.75 metër të gjëra për secilin drejtim, një korsi emergjence, bankinë e asfaltuar në krahun e majt për çdo drejtim 0.7 metër dhe bankinë të pa asfaltuar 0.75 metër në krahun e djathtë për çdo drejtim lëvizje. Po, dhe patjetër tashmë është mirë të ritheksohet fakti që korridori 8 është një nga korridoret më të rëndësishme infrastrukturore të Shqipërisë sot, por jo vetëm të Shqipërisë, pasi është pjesë e një projekti shumë të rëndësishëm të rajonit. Në fakt, nga ana e qeverisë dhe ministrisë është bërë një negociat shumë e gjatë me gjithë anëtarët e Bashkimit Evropian për ta futur këtë korridor në rrjetin e rrugëve të transportit paneuropian. Dhe ndërkohë, lajmi i mirë përsëri për këtë korridor, për t'i dhënë rëndësinë e duhur të ndërlidhjes rajonale, është fakti që disa javë më parë nga ana e NATO-s është shpallur ky korridor si korridor sigurie për sa i përket kalimit të portave transatlantike. Okej, jam i shkëlqyer edhe një herë për sa i përket procedurës së bypassit të Elbasanit, që është një segmenti tjetër që duhet kontraktuar, të vijohet sa më shpejt në mënyrë që edhe ky segment i rëndësishëm të fillojë punën. Në javët në vijim, ministër, ne parashikojmë hedhjen në tenderim të 2 fazave të bypassit. Konkretisht fillojnë punimet diku në afërsitë të fshatit Shijon. Faza e parë bën lidhjen me nyjen e rrugës ekzistuese, asaj që ne përdorim sot, ndërkohë pastaj vijon faza e dytë dhe bën lidhjen pikërisht me aksin Elbasan-Papër, faza 1 që jemi edhe ne aktualisht, kur ne tani ndërkohë po i afrohemi urës 90 metër linear që është pjesë kësaj faze dhe me realizimin edhe të bypassit bëhet edhe lidhja dhe funksionaliteti i këtij aksit shumë të rëndësishëm, të cilat ju e cituat që është pra korridori 8 dhe bëhet lidhja midis lindjes edhe perëndimit. Ndërkohë, një element shumë i rëndësishëm, ministër, që vlen edhe ta përmendim gjatë këtij inspektimi është mbrojtja lumore, e cilës i është dhënë shumë rëndësi në korridorin 8. Konkretisht në aksin Elbasan-Papër Ura e Grykshyt janë rreth 6.4 km linear mbrojtje lumore, ndërkohë që gjithë ky aks është 17.9. Pra është dhënë një rëndësi shumë madhe nga qeveria dhe nga ministria mbrojtjes lumore si një komponent shumë i rëndësishëm i këtij aksi rrugor. Ne aktualisht jemi në këtë këtu, ku është edhe rroja në fjalë që kemi, dhe kjo është pika lidhëse me bypassin. Është loti 1.
Pra, çka kemi këtu me shenjtë kuqe është loti aktual, Po. që këtu janë përfunduar punimet gati 87%. Ndërkohë bypassi që lidhet me autostradën Tiranë-Elbasan dhe kalimi pasaj për në qafë apo nga Elbasani drejt Kafanës. Kjo është ura, sapo që jemi në këtë segment, dhe këtu është loti parë që shkon për papër. Pra kjo është lidhja e nyjes së bypassit të Elbasanit me këtë që kemi me papërin dhe me qafanin. Shkëlqyer. Pra kjo i krijon një shfryrje, le të themi, qarkullimit nga lindja në perëndim të gjithë transportit, le të themi, urban dhe të mallarve të Shqipërisë dhe ndërlidhen me pjesa e tjera të rajonit. Po, kjo është lyhje e gatshme për me të filluar punimet lidhet më njëherë me thelbjet të funksionimit dhe ky krah i rrugës, pra papëri dhe krahu tjetër që është qafani. Dakor Tami, faleminderit për punën e bërë deri tani, edhe për ndjekjen e procedurës edhe me kontraktorët, por të lutem, duke qenë se ky hyn ndër akset dhe pjesët e gjithë korridorit 8, lutem që patjetër vëmendje shtuar ndaj punës së gjithë kontraktorëve dhe ndjekjes së sërisë të kontratës, të zbatohen afatet edhe gjithë pjesët e procedurës teknike për sa i përket këtij segmenti. Patjetër, ministër. Faleminderit.